Projekti i qyteti sigurt, si duket po jep efekte pozitiv, pasi nga Ministria e Punëve të Brendshme njoftojnë se nga muaji i shkurt deri në qershor të këtij viti, numri i viktimave në aksidentet e trafikut është ulur për 40% krahasuar me të njëjtën periudhë të vitit të kaluar. Nga MPB theksojnë se ky projekt përfason një nga mekanizmat më të rëndësishëm për modernizimin e punës së policisë dhe mbrojtjen e jetës së shqiptarëve. Rezultatet tashmë dëshmojnë këtë. Në periudhën nga shkurti deri në qershor të këtij viti, numri i personave të humbur në aksidentet e trafikut është ulur për 40%, nga 55 viktima në të njëjtën periudhë të vitit të kaluar në 34 viktima këtë vit. Që nga fillimi i zbatimit të sistemit, nga MPB njoftojnë se janë evidentuar mbi 130.000 kundërvajtje në komunikacion, ndërsa më shumë se 90% e tyre kanë të bëjnë me tejkalimin e shpejtësisë së lejuar. Kujtojmë se sistemi qyteti i sigurt është në funksion në Shkup, Kumanov dhe Tetov, si dhe në disa segmente të korridorit 8 dhe korridorit 10, ndërsa në orë janë duke u testuar kameret e qytetit të sigurt. Autoritetet kanë paralajmëruar se faza e ardhshme do të përfshijë edhe qytetet e tjera, me synimin që sistemi të shtrihet në të gjithë territorin e vendit dhe të kontribuojë në rritjen e sigurisë në komunikacion, sepse siç theksojnë nga MPB, synimi i tyre nuk është të shqiptojnë më shumë gjoba, por të ketë më pak aksidente trafiku, më pak jetë të humbura dhe rrugë më të sigurta për të gjithë.